Mbajta! Sheila, a je gati për të bërë një intervistë asnjëherë tjetër? Pra duket që do jetë të zjarr këtë episod. Nuk e di domethënë. Të kam sjellë te Prego Village dhe këtu do të bëjmë një muhabet shumë ndryshe nga të tjerët, larg zhurmës së Tiranës, vetëm ne të dy dhe çaj maro. Po prit marrim vete një herë më. Hajde, presim. Wow. Ore, po që kemi bërë dhe kështu meçi, pra, dhe nuk e bëm as me fjalë, publiku më shumë mundësi nuk do ta besoj. Por që është e vërtet. Është e vërtet. Ua, fatos. Çka ka? Paska di sharse. Të tund pak? Ma tund një çik fatos. Hajde. Gati. A të kujton fëmijërinë i Sharsi? Po. Kemi qenë një ndër brezat e fundit ne që kemi luajtur jashtë, më duket mua, se tani gjithë me iPad në dorë. Shumë e vërtet. Edhe atë po kujtoja tani. Luani me peta, si la mbyll si akto me një Sharse. Hapa do lapa, po. Tova diksi, tova zhytsi. Tani qefi mbaron me kaq. Po çik ftot fatos. Pikërisht, prandaj dhe ne do hym brenda. Pyetjet e mia tani do të vënë në shumë siklet. Do më ngasmosha? Kemi spec? Pak piper do ken. Hajde piperos themi. Hajde Sheila, shiko kemi edhe një bilardo, nuk mbarojnë kurrë lojrat. Do bëjmë një lojë? E bëjmë një dorë, se jo. Ku janë këto? Tani, stekat? unë për ty kam një stek të veçantë në fakt, sepse normal je e ftuara, nuk mund ta kesh do si do. Po më thuaj pak, a jeti shumë kompetitive në lojra, në sfida, në festivale? A do gjithmonë të fitosh? Patjetër që dua të fitoj. Si mendon ti? Nuk do të fitoj? Jo, se janë ca që thonë rëndësi ka pjesëmarrja. Jo, me thënë të drejtën jam natyrë që punoj fort edhe patjetër që dua ta ndjej atë konkurrencën, garën dhe të fitoj patjetër. U mërzite që dole e treta te festivali i RTS-s? U mërzita, me thënë të drejtën. Mendoj që ky vit duhet të mbante emrin tim si fituese. Sepse ishte dhe tema, Neo Futuristic Artist, dhe Zemra e Tokës ishte një këngë që siç të paktën u dëgjua dhe e pan, ishte një këngë new, fresh. Pra ti kishte një risi. Ti solle një risi dhe nuk ta vlerësuan mendon. Po. Këtë mendoj. Do e plasim. Po i ti. I zoti shpisi na solle. Opa. Ti je mirë në bilardo? Me thënë të drejtën, Te treshi e kape. E pas si ja them shumë për bilardo, për muzikë e kështu këto tjerat jam fushën time, por do ta sprovoj veten. Se jam guximtare kështu si natë. Shiko, ti the që unë solla një risi. Mendon që Alice që ishte fituesi i këtij edicioni nuk kishte diçka ndryshe, pra si mendon që do na përfaqësoj në Eurovision? Unë Alice-it i uroj shumë suksese. Unë e di që ai është një artist shumë i mirë, por nuk mendoj që ajo do ishte kënga e denjë për Eurovision. Nuk e mendon, ë? Është një balad, si çdo balad që kanë kënduar kushdo në festival, por më tepër që është një këngë që u citua dhe pak për një këngë të ngjashme. Po, e ke fjalën për atë të Madonës, që thanë që ka kopjuar Madonën. Po shiko Sheila, se edhe ty të thanë që ke kopjuar, çaj maro tani, a nuk është remix, çfarë është? Po tani se këtu ka një diferencë që njerëzit nuk e kanë kuptuar, sepse edhe unë e kam dëgjuar që kanë thënë jo po bëri remake, jo po remix, jo po plagjatur. Kënga quhet, pra ky termi sakt quhet interpolim, që do të thotë është si të marrësh një trashëgimi kulturore, ta përpunosh, ta sjellësh në variantin tënd dhe ta servirësh. Remake-u dhe remixi janë komplet tjetër gjë dhe vija tamam është ike dhe më lesh të pi në qaj maro. Do me thënë ti nuk e marrë as vjen melodike. Nuk e marrë as vjen melodike. Ti s'ke marrë tekst. Pra unë ka marrë vetëm qaj maro, dhe ata thonë plagjatur, e ke kopjuar të rrë.
Ke marrë të drejta për këtë gjë? Është këngë populli, nuk ka. Pra nuk ekziston që duhet paguash dikë. Dhe pastaj për çdo merret të drejtat për çaj marron. Vetëm se Maroja ka qarë me kohë thuaj. Ka qarë me kohë, kështu që ta qajmë dhe ne tani. Thuhet që ju paguani shumë për një performancë dhe unë nuk e di ja, domethënë më kanë thënë që për një performancë në RTS të festivalit i paguan edhe për flakën dhe për dritat, për çdo gjë. Unë e di që ishte vetëm në Eurovision kjo. Me të thënë drejtën këtë vit e mora vesh, sepse ishte viti i parë që unë merr pjesë në festival. Në këtë festival dhe nuk e dija që edhe këto pjesët e drita, flakë, çajn këto duhet t'i paguaj artisti. Pa është zgjedhje e secilit. Sa mund të ketë vajt performanca jote? Ka shkuar, po sa është një me borxhe, ja i dashur s'kam ler borxhet akoma. Sa ishte për shembull një zjarr, një flak. Okej, ato ishin tarifa, ku diun, te 50-ra, 100-ra këto, po. Flaka. Një flaka. Një tym, një puf. Një puf. Për një puf bëhet nami. Për një puf bëhet nami, por mendoj që Po kështu, performanca doli sipas siç e kishe ti në mendje? E realizuar me gjithë dritat, me orkestrën, me gjitha? Në aspektin asaj çfarë u tregua, jo. Nuk ka dalë ajo që unë doja dhe çfarë kemi përgatitur dhe menduar për kaq kohë të gjatë me ekipin tim, por në tërësi, në saj të kushteve që ishin, okay, se më ndodhi dhe një incident. Incidenti. Iku ai shkopi, me thënë ra. Nuk e di. Edhe thash aty plas syri keq tek tyli thash. Po mirë se ti nuk e le me kaq sepse ti tani po konkuron për San Marino. Po kjo eksperjenca e San Marinos me thënë të drejtën ishte një gjë kështu komplet rastësore. Last minute, pra nuk ishte e planifikuar. Jo. Dua të guxoj dhe të shikoj dhe më përtej se nuk i dihet, është vërtetuar që shumë shqiptar kanë pasur suksese të tyre në karrierë dhe jashtë vendit dhe janë vlerësuar akoma më shumë se ç'i kanë vlerësuar vendi këtu. E vërtet, dhe për gjitha këto ne do flasim afër Xhaku sepse zjarri është ndezur, për bilardo nuk ja tham asnjëri as tjetri, që shkojmë. Sheila, tani jemi pranë Xhakut, sepse pranë Xhakut bën muhabete tamam, kemi dhe pak ushqim këtu. Ti ditë gatuash apo hiç fare? Shikon, nuk në guzhinjere kështu me nam nuk jam. Masterchef nuk je. Kur më kap ai delli dhe qefi për të gatuar, i qaj me thënë të drejtë. I qan, ë? Makaronat njëri qaj. Edhe këto sallatrat dhe marinime, i qaj dhe këto. Sheila, tani, dua të flasim pak për San Marino. Ti marrim ja dy kështu të? I marrim? I marrim. Se duke folur, shtohet dhe uria. Ti nga festivali tani po konkuron në një festival tjetër. Dhe dua të pyes pak pse ky vendim, si erdhi dhe a të presin më mirë andej apo këtej? Me të thënë drejtën, siç ta përmend edhe aty pak më parë, lindi shumë kështu spontanisht kjo. Thjesht për vetë faktin që nuk kam dëshirë të qëndroj më pauzë. Jam në një periudhë vetes time që dua të guxoj, i shikoj gjërat me një larg pamësi tjetër dhe them pse jo. Domethënë jam gjithmonë pozitivja, optimistja dhe them ta provoj se nuk i dihet kurrë. Është parë siç do provoj unë këtë karkalecë. Po patjetër. Edhe unë këto kesadijat. Është parë që shumë shqiptar kanë pasur goxha sukses jashtë. Domethënë i ka udhëhequr fati për mirë dhe i ka ndritur. Po si trajtojnë artistët jashtë dhe këtu? Ti ke bërë disa audicione, po më thoje nga 800 unë bëra fazën e parë, isha u zgjodën 240, diçka e tillë. Po, në këtë fazë të parë që ne kemi qenë, ndërkohë që unë isha në festival, ata bënin audicione, domethënë kanë qenë 800 artistë pjesëmarrës nga e gjithë bota, të njohur, të panjohur, pak rëndësi ka, por artist, funditës, dhe nga kjo u zgjodhëm 250 veta. Si të trajtuan tani, më dil në temë? Kjo më ka bërë. Si trajtojnë andej dhe këtej? Kjo më bëri që të ndihesha shumë mirë me veten time dhe jam gëzuar pa mas, sepse përtej që ma pëlqyen dhe ma deshën materialin këtu, më kanë vlerësuar jashtëzakonisht shumë dhe më bëri që të mendoja, them, si ka mundësi që na vlerësojnë të tjerë dhe nuk na vlerëson vendi jon. Nuk na vlerëson vendi jon ashtu siç ti e meriton. Kjo më bëri atë përshtypjen që po të flasim për aspekt këngë, pa cekur sa i mirë je ti si artist, po flasim për këngën dhe për vizionin që ti duhet kesh
përfaqësosh një vend denjësisht atje. Pra, çef bota, nuk ose çef Shqipëria, më kupton, kjo është ajo e mendësisë, dhe i shikojnë gjërat ndryshe. Dhe të paktën kjo më bëri që unë të ndihem mirë. Një pyetje Shela që më lind natyrshëm është a blihen çmimet e para në Shqipëri? Pra me aq një ori sa ke ti di, domethënë ti je pjesë e këtij biznesi, me sa ke dëgjuar, a blihen? Me të blihen. Tani, unë nuk e di se si mund të funksionojë dhe jashtë, patjetër. Dhe do shifet normalisht dhe në këtë garë ku jam futur, se shqyr zotit dalin dhe shifen se cili konkurrent me prezantimin dhe këngët e tyre. Por që dhe blihen. Është për të ardhur keq? Sepse kjo pengon dhe artistët e rinj për të deportuar në një si skenë. shkel, jo se s'më ka pëlqyer që t'jem pjesë e kompeticioneve apo festivaleve të ndryshme dhe këtu në Shqipëri, por duke qenë që këtu është bërë vazhdon të jetë ajo pjesa që këtu del fituesi, pa nisur gara akoma. Dhe mua për këtë më vjen keq. Ashtu sikur se mua jam e bindur që dhe shumë artistëve të tjerë. Pra, për çfarë po e nisti këtë gjë? Po ti tashu, unë ato shpenzim e marr, i bëj një sponsorizim, bëj dhe i videoklip dhe jam në rregull. Po. Unë nuk është se jam thjesht një këngëtare që më jep një këngë dhe e bëj. Unë jam krijuese. Dhe kjo vlen shumë për të përmendur. Unë jam kompozitore, jam tekstshkruese, domethënë unë të gjitha emocionet e mia, ato çfarë unë përjetoj, të mirën dhe të keqen, ndoshta çfarë nuk e shpreh dot me fjalë dhe gojë, unë aty e hedh në një melodi, në një tekst. Sa mendoni për artistët që thjesht marrin një këngë nga producenti, tekstin e ka shkruar dikush që e paguajnë dhe ato thjesht performojnë? A është ai një artist i barabartë me ty? Jo. Absolutisht. Ai thjesht është një performues, nuk është artist. Mund të paguhet gabimisht më shumë se ty. Patjetër, jo mund të paguhet, po paguhen më shumë. Patjetër. Dhe jo live. Po, kjo ka të bëjë, këtë po të them pra, kjo nuk ka të bëjë me artistlëkun, kjo ka të bëjë me komercialitetin. Sa komerciali ti, për shembull, shko me një emision, futu me i Big, futu me i përputhen, bëj një gjë. Ti e ke bërë, ti e futur në Big Brother. Dhe nuk është se bëre diçka, domethënë që ta shfrytëzoj si trampolin, ti thuaj që i luaj ta fen, domethënë. Ishte prap mund të them gabimi im, sepse ishte një mundësi që erdhi dhe duhet të dija mirë ta shfrytëzoja. Tani që e kthen pas, ç'a do bëjë ndryshe? Do isha shumë do krijoj një romans. Se me romanca shet tani, po bën namin Alba Velini. Ka një gjë. Unë nuk mund, sidomos në gjërat e dashurisë, po nuk e ndjeva shpirtërisht ose emocionalisht, ose ore çik të kem qef dhe të jap mundsinë, nuk e bëj dot. Domethënë nuk shtirem dot. Jo se s'kisha mundësi, se kisha mundësi dhe biles atë vit që kam qenë unë, filluan ca gazeta, donin të më bënin ca lidhjera me bë kështu skupe, që më përpara, por nuk rezultuan sepse nuk është se më ngjiti dikush, por nëse mua do më ngjiste dikush, do kisha një connection, nuk do kisha problem, mund të them. Tani më dole fix në temë, do të di pak si është raporti yt me djemt, me dashurin, a ke ti një tip, a do bad boys, a i do artista, a i do të lehtësuar, i do me bark, me muskuj, do më dhënë, a ke ti një tip që thua, po e dua fix kështu, apo je çfarë të dalë? Unë dua ato që të ma doj zemra, vëlla. Ta doj Xhani. Ma doj Xhani. Në rast parë, pastaj se kur ta do zemra dikë, nuk pyet më çfarë është, si është, si që është. Unë ka marrë një herë. Po letë jetë më. Do kemë unë lekë, do t'i javë aty. Sheila sugar mami. Se diskutohet shumë dhe unë mendoj që për ne, po e fuz dhe vetën në këto. Ne njerëzit që jemi pjesë e botës, është pak e vështirë, të gjesh dashurinë, e ke pas ti të vështirë të gjesh dashurinë, e ke gjetë. E kam pas dhe, me thënë drejtë dhe e kam. Është hallë më vete. Shikau, jam një person që kur dua fort. Por më shumë e kam hasur vështirësinë duke qenë fakti i të qenit artiste. Kam parë që meshkujt shqiptarë kanë shumë problem këtë botën e artistëve. Do dalë ajo aty, do performoj, do kërcej. Po, nuk ta kuptone që ty në 3 mëngjesit vjen frymëzimi, do iki te Margo në studio. Po. Ai thot kush është Margo? E pra, domethënë dhe po ta njohim Margon do të prisë, mos ka ndonjë gjë. Me Margo. Domethënë kështu shkon ajo dhe kjo është sik vështirësia. Sa ka qenë lidhja jote më e gjatë? Po mund të them një 5 vite, po me kështu. Po me kështu. Me të shtyme? Mbyll derën, hap derën. Zi pajto, kam qenë një çik më e vogël normalisht. Unë gjithmonë kam menduar që është e frikshme të ndahesh nga një person ku ti ke kaluar kaq shumë vite të jetës tënde. Ti si e koncepton? E mendon si kohë të humbur apo mendon që ke fituar nga ai person dhe nga lidhja?
Në këtë fast jetës nuk e shikoj më problem. Do me thënë, deri vite më A e përpara... merr si kështu që ti mëson nga ai person, pra Po, nuk e merr si humbje kohe? Jo, unë e shikoj si mësim, e shikoj si eksperiencë, e shikoj si një gjë që ti duhet vlerësosh dhe më shumë veten tënde, dëshirat e tua, pra ku jeti me veten, ashtu duhet ta zgjedhësh edhe personin. Tani, dhe kot nuk thonë që ne zgjedhim ata që jemi vetë. Shela tia do e falje tradhtin? Shiko, si është ajo never say never, por nuk para jam shumë tip që fali tradhtin. Nuk besoj. Megjithatë ta thash, të teston në njërë karma dhe ato që thua ajo të ndodh dhe ti është parë, domethënë. Është parë nga të tjerë, kështu që Cila është një gjë që ti thua unë këtë nuk do e toleroja kur tek një mashkull. Pra, një jo e madhe për ty, që po e bëri këtë vëlla me mu ke mbaru punë. Një jo e madhe. Po mendoj që në gjëra disrespekti ose jo mirëkuptimi. U bë një temë në Big Brother, dhe Brikena tha që unë tha do e falja edhe nëse ai më godet me një shpull. No. Edhe pse ajo mund të jetë thjesht një one time thing, një gjë që ndodh një herë. Unë mendoj që ajo është po mendoj që tregon shumë për karakterin. Sorry, mbien keq, është ignoranci, është prapambetje. Nuk e vlerësoj fare atë që ka thënë, sepse kjo është ajo gjëja që ne promovojmë dhunën ndërkohës. Dhe nëse ti del aty përpara dhe thua se s'ka problem, është një gjë normale. Ndërkohë që për ditë po shohim lajme të këqija. Kronikat e zeza. Kjo vrau këtë. Pra, femra nuk duhet trajtuar si ajo objekti që duhet ta nënshtrosh. Në fundit, nëna është si thua Zoti i dytë. Atë e ka sjell Zoti për të krijuar, pra të rrit, të jep jetën, po. Bravo. Kështu që për mua femra duhet jetë e shenjtë. Ti Shela do e tentoj një tjetër reality show, së shpejti fillon Ferma VIP, që thuhet do jetë Arbana, apo e ke mbyllur me reality show? Nuk besoj. Do me thonë Ferma, Big Brother, po t'jetë në gjë më interesante, që s'ka dalë akoma. Love Island? Jo dhe Love Island. Qa ka qenë ajo? Izola dei Famosi! Pa, do shkoje në Sazan? Në Sazan. Me kënga VIP aciptar do doje të ishe në ishull. Që më mendojnë që do ishte një aventurë e bukur me ta. Nga këto kolegët e tu. Po ku diu më ka shumë. Për shembull, edhe me këtë grupin e Bigut që kemi qenë, që bëhemi, ta ribëni si eksperiencë. Po të ishim, gallat do ishim. Me kë bësh nga ato me Arditin? Me shumicën bëm, me të gjithë thuajse bëm. Po, do të thonë, mendoj që jemi Bigu parë që kemi ruajtur marrëdhënie të mira me njëri tjetrin. A ju keni qenë Bigu që keni qenë shumë në harmoni, do më thënë ka pas çdo element ai Big Brother, pra nuk ka pas vetëm debate ose vetëm romanca, dhe keni qenë shumë më të lidhur dhe në harmoni dhe me njëri tjetrin. Edhe keni dhuruar show, nuk është se ka qenë thjesht Unë mendoj që ai ka qenë një Big Brother që kemi pasur shumë harmoni, ka pasur figura tamam vipash mund të them, dhe qytetar. Pra, ti hyn në një format, bën lojën tënde, por mund duhet të respektojmë dhe njëri tjetrin, sa ajo nuk është të çmendemi dhe ta cënojmë tjetrin deri në atë fazë për lojë. Pra këtu ty të mbet empatia, kjo nuk është më lojë, për gjykimin tim, si gjithmonë. Sigurisht, pastaj filloi i dyti fenomeni qa u bë, që ishte interesant. Mos e prek Luizin, sepse mund të çuajnë të gjithë fansat. Jo, s'kam gjë, unë bile s'kam lobuar atëre për A do e bëj një bashkëpunim me Luizin? Po shiko, si dihet më, pse jo? A keti disa artistë në listë që thua jo me këtë s'do bëja kur bashkëpunim? Ose me këtë kam shumë qejf të bëj bashkëpunim? Shiko, edhe mund të kem, ndoshta s'm vjen tani ndonjë emër, po në përgjithësi unë jam një çik natyrë që guxoj dhe e shikoj me një perspektivë, domethënë tjetër, mbase them më shkon bashkëpunimi me dikë, mbase s'më shkon, pra s'ka të dhe, mund t'jetë dhe shumë e fanë dhe ty nuk të shkon në bashkëpunim, si nuk shkoni si figura, ose s'të lidh kënga. Ka shumë repera Finem, ato Lale, ku ta di unë tjetër. Nuk do thoja që s'do bëja me ata. S'do bëja? Jo, nuk do thoja që s'do bëja, them që besoj që po. Mund t'jetë... Do ishte interesante. Tani unë mendoj që pasi të ham pak këto ushqimet se shumë folëm, do ketë një surprizë tjetër për ty, sepse sepse kjo intervistë nuk mbaron me kaq. Lër ta mbaroj këtë një herë. Po më them të vazhdojmë të ham një herë, edhe surprizën do ishte më pas. O zot.
Ta 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 ta. Qa ke, më nuk pëlqen? Qa ke? E kam përgatit për ty. Kësë për intervisti këtu apo për pozim? Pse, është romantike. Ua, happy birthday, më falë, nuk kam ditëlindjen unë zotëri, apo... Qa lexon kjo? Jo! Këto ishin më lirë shile, këto 50 lekë më lirë. Shilege? Tani nuk të mjafton qëriu dhe petale. Dale, dale. Shiko? Kemi dhe rob Sot do flenë dishamber. sot shpirë. Kujt e rob dishan? Ha. Shiko, Ha. po bërtoj me undru, a flim me roba? Ta na 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 na. Pak të nderi këtu, zhvishemi. Gati Sheila, tani do të tregoj foto që ka marrë ndër foto që ti ke publikuar ose të kam bërë të tjerët, ha? Je kurioze mos del në një që s'e ke parë apo? Po ta shohim. Hajde. Kjo është foto e parë. Ua. Ë? E çfarë? Mos thuaj tani E që qato s'kan të- qenë njerëzit romantik me ty. Shiko se të ka byri botës. Ore, për zotin Mes ka qenë plazhit. vetëm videoklipi. Videoklipi pa atëherë dolën llafet, jo ti me Po klejt, dolën jo llafet, kështu, e jo ashtu. përdora, me thënë të drejtën. E përdore? E përdora, po Për doja klipin. doja thjesht bëja sku, po vllat më klikoi kënga kaq. Ka ai atëherë Se s'kisha lek të hidhja, asaj dhe thash klikoni, thash po bëj një skup. Çfarë të keqe ka? Të beton. Ka ai në një intervistë kishte thënë që çfarë ke Sheilën, miqësi po e përzier. Po çfarë do thoshte Kledi Shkreta? Ja do mbante çiklojën time. Ja kishe vënë ti pistoletën mas kokës. Po patjetër. Po ti do ta kisha marrë unë burri, jo Evi. E vërtet. Foto tjetër. Oh. Po mirë më Sheila, unë kërkoj diskografin tënde, shikoj videoklipet e tua, s'ma kishte marrë mendja kur në botë që do gjeja Lim Hotin te videoklipi jot i fundit. Shiko, limiti ka dalë nami për Don Juan, siç e dim gjithë, po unë e kam mik me thënë të drejtën, vërtet? po, sepse Si unë lëroj është? shpesh tek studio që ka Limi, ka Kapanonin dhe kam bërë shumë klipa aty. Si është si çun kështu? Është çon Flori me thënë të drejtën, se tani në A ka reality flirtuar show me ty tani se thuhet që ai ça shef? Jo, s'ka flirtuar me mua. Ka Do qenë të thonë, çun tamam domethënë. po, ndoshta se nga që dhe unë ke ashtu ruajtur raportin e ftohtë. raportin, patjetër. Tani, foto e fundit, nuk je vetëm, je me dikë tjetër me cilën je përfolur shumë. Jo po kanë qenë bashkë, jo po s'kanë qenë bashkë. Të shohim kush është? Hajt. Ua, sa e lasht kjo foto. E, Ku e gjetët mor nga arkiva? Gërmova. Tani, me Noizin ti ke bërë një bashkëpunim. Aha. Muzikar. A ka qenë bashkëpunimi vetëm muzikar? Po, muzikor ka qenë. Shiko se çdo gjë ka muzikë brenda vet. E vërtet. E vërtet. E vërtet. Si është Noizi si çon? Me thënë drejtën është shumë Flori. Bën ndonjëherë ca gabime kështu, po është super shumë. Se ka bërë gabime me ty? Po, në raporte njerëzore njerëzit edhe mund të bëjnë gabime, por nuk besoj që ka gabuar me mua. Unë gjithmonë kam pasur një Po marrëdhënie ka shumë të mirë. gabuar tani, mos ja thuaj ka. Shiko, raporte kështu gjithmonë në për mes mish ka kështu Po ti hatërmbetjera nuk mban hatërmbetje. Jo, kanë kaluar kështu që tani kemi një raport shumë të mirë. Si është Noizi në date? Se di. Se di. Jo. Për ti shakas është një super çunë dhe unë e kam shumë xhan. Edhe tani, edhe sot. Patjetër që edhe sot e kam shumë xhan, Jeni follow në Instagram? Se mbaj mend. Më duket, jo, si jemi. Si jemi. Ka bërë të heqë i pari apo ti? Noizim ke heqti apo të kam hequr? Noizi, se është bërë rëndësishme tani Instagrami. Njerëzit në Instagram Ama mos e në Instagram është bërë tani jo po jeti follow nuk ka si rëndësi ti. para as Instagrami as Noizi rëndësi sot ka që jemi vetëm unë dhe ti dhe tani ka Do pjesa flejmë të dy. e krevatit. Po. Ti kem qërin kjo shpirt. Pse? Po me qërin desur do flem. Na marrin flak pa tani. Pra, me pak fjalë në intervistën tjetër do të nxjerrin dhe ty mua aty. Jo, në intervistën tjetër do nxjerrim çfarë ndodh sonte mas ditë vike. Shpreh një dëshirë. Manifestojmë dashurinë. Inshallah me nai gruan dhe me nai burti. Natën e mirë zemër. I mbulojmë që këmbët se Kemi për nervi shiatik. mbulojmë pak. Gërhet natën ti? Jo zemër, po ti? Jo, dhe unë që Me kemi... shiqyr. 2 hours later.